Ka shumë kohë që ndërroj të gjej numrin e telefonit të aktores Eva Mendes edhe t'i kërkoj të takohemi. I telefonova një shoku tim fotograf dhe e pyeta nëse mund të më ndihmonte. Ai më tha që një shoku i kushëririt të tij kishte një motër e cila kishte punuar në një film me Evën. I telefonova kushëririt dhe i kërkova numrin e shokut. Më pas telefonova shokun e tij dhe i mora numrin e së motrës. Ajo nuk e kishte numrin e Evës, por më dha emrin e një producenti filmash. Bëra disa kërkime në internet rreth tij, por faqja zyrtare ishte duke u punuar. Në fund të saj gjeta një adresë emaili. I shkruajta duke pretenduar që isha një producent, Martin Duke, emrin e të cilit e gjeta në internet dhe që po bëja një film ku doja si protagoniste Eva Mendesin. Më kthye një përgjigje që nuk mund më jepni numrin e Evës, por të menaxherit të saj. Fantastike, i telefonova menaxherit dhe lam një takim. Ky tipi që sajova, Martin Duke, kishte flok me kaçorela dhe mustaqe, kështu që bleva një paruke në internet që të dukesha fiksi si ai. Gjatë takimit arrita ta bind menaxherin dhe pas 3 orë bisedimesh, ai më dha numrin e Eva Mendesit. Edhe ja ku jam. Gati, ti telefonoj asaj. Eva Mendes. Jo të gjitha investimet japin atë që prisni. Shpenzoni shumë dhe shtëpia juaj vazhdon të mbetet e ftohtë? Ka një zgjidhje. Kurseni çdo muaj para, duke patur mundësinë të përmirësoni më tepër kushtet tuaja të jetesës. Kredia Eficienca e Energjisë është më e përshtatshme dhe ekonomike për familjen tuaj. ProCredit Bank, gjithmonë pranë meje.